flasim pak për Pallatin e Rinisë, se janë të platoja Pallatit Rinisë, nuk është bo kur diçka me Pallatin e Rinisë, gjithë do të cikrime, gjithë një prekje, lirë, po kur diçka konkrete. Pallati i Rinisë përfundimisht shkon në renovim total, sepse edhe kemi obligim ndaj trive e sportistëve tanë, por edhe obligim për organizimin e lojrave mesjetare. Këtu do të luhen disa nga lojët më të rëndësishme në disa sporte të mbyllura të lojrave mesjetare. Tashmë kemi nënshkruar marrëveshjen për grant me European Investment Bank për fazën e parë. Ka fillu hartimi i projektit për renovimin total, të cilin do ta kemi të gatshëm vitin e ardhshëm. Dhe prej projektit del edhe shuma e cila shndrohet në kredi nga EIB-a, që duhet me u miratu, me u ratifiku dhe me fillu. Vlera do t'jetë rreth 50 milion euro, por këto vlerën e saktë na tregon fundi dhe projekti kur të hartohet deri në vitin e ardhshëm. Në këtë mënyrë sigurohemi që ikona e kryeqytetit, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, i shërben edhe komunitetit, por edhe na përgatit për lojrat mesjetare. E mbi gjitha, kjo zonë që e ka Pallatin në qendër, do të ketë edhe investime tjera këtu mbrapa te parkingu i madh, nis ndërtimi i teatrit të operës, një nga institucionet më të rëndësishme kulturore të vendit tonë, dhe sa në pjesën e aneksit të rilindjes, ku ka pas qenë shtypshkronja në atë kohë, vendoset teatri i ri i Prishtinës dhe Muzeu i Artit Bashkëkor. Realisht këtë kjo zonë revitalizohet, e ka edhe stadiumin mbrapa, si zona e kulturës, artit dhe sportit në Prishtinë.